Assalamu alaikum. El Muhyi është emri i radhës i Allahut të lartësuar për cilin do të flasim. Ky emër rrjedh prej foljes haya, që e ka kuptimin i gjallë, e ka kuptimin të jetosh, dhe Allahu i lartësuar El Muhyi është ai i cili i jep jetë dhe është ai i cili i ringjall njerëzit ditën e gjykimit. Është Allahu i lartësuar ai i cili e jep jetën dhe i jep njeriu shpirt për të jetuar, sepse pa shpirt do të thotë që nuk ka jetë. Dhe pikërisht Allahu i lartësuar ai i cili është krijuesi i trupit dhe i shpirtit që njeriu të formërsohet në mënyrën më të përsosur. Thotë Allahu i lartësuar në Kur'anin fisnik: "Wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun." Është Allahu i lartësuar ai i cili e ringjall tokën mbas vdekjes së saj dhe është pikërisht një shembull i ngjashëm ajo çfarë do të ndodhi me njerëzit që në të njëjtën formë ai do të ringjall njerëzit dhe do t'i nxjerrë prej varreve të tyre, prej varrezave ku njerëzit janë varrosur. Në fakt ky emër El Muhyi i Allahut të lartësuar pikërisht është një prej argumenteve që e orienton logjikën njerëzore për të kuptuar fuqinë dhe madhështinë e Allahut të lartësuar që ka të bëjë me ringjalljen. Dhe jo më kot, toka është sjellur si një argument, sepse ashtu siç shiu bie prej qiellit në një tokë të thatë që është bërë shkretëtir nga mungesa e ujit, më njëherë shikojmë se mbasi do të vijë uji në atë tokë, do të fillojë të lulëzojë bimësia, që do të thotë ajo tokë do të ringjallet. Në Kur'anin fisnik Allahu i lartësuar gjithashtu thotë: "Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilayhi turja'un." Si ju o njerëz e mohoni Allahun e lartësuar kur ju nuk ekzistonit fare, po më pas ju sollëm në jetë. Më pas do t'ju marrim jetën dhe përsëri do t'ju ringjallim tek Allahu i lartësuar. Ktu ne përballemi me 4 fakte të cilat janë shumë të rëndësishme që njeriu të reflektojë mbi këto 4 fakte. Allahu thotë nuk keni qenë fare në ekzistencë dhe të gjithë ne jemi të bindur që nuk kemi qenë në ekzistencë. Para lindjes tonë, kush mund të flasë se ku ka qenë? Por kemi ardhur në jetë dhe ne jemi të bindur që kemi ardhur në jetë sepse ja, sot po flasim dhe po dëgjojmë diçka. Dhe thotë se do t'u marrë shpirtin vdekja, dhe ne e dim shumë mirë që vdekja është realiteti më i vërtetë që ekziston, dhe gjithashtu thotë se do t'ju ringjallë përsëri. Tu përballim me 3 fakte që ne kemi të prekshme dhe 4-ta ndoshta për dikë mund të duket diçka e pamundur, por ja që pikërisht kur ai i cili neve na e ka paraqitur 3 fakte si të vërteta, flet dhe për faktin e 4-të. Dhe pyetja që bëhet dhe që duhet të trondisë zemrën dhe mendjen e njeriu është se ai thotë, pra Allahu i lartësuar thotë se do të rikrijohet përsëri, dhe ti thua si ka mundësi kjo? Atëherë bëhet pyetja, atëherë kush të solli ty në jetë? Atëherë ai që ka sjellë në jetë është betuar në Kur'anin fisnik që përsëri do të japi jetë, dhe patjetër kjo do të bëhet me cilësinë dhe atributin që Allahu i lartësuar ka për veten e tij, El Muhyi, që ai ka vendosur emrin e tij që do të thotë ta ringjall njeriu mbasi njeriu të ketë vdekur. Dhe është pikërisht Allahu i lartësuar ai që do t'i japi jetë përsëri të gjithë njerëzimit ditën e gjykimit. Dhe këtë gjë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka pasur një praktikë ku ai ishte në prezencë të një njeriu të vdekur në xhenazë, kur falte namazin e xhenazës, dhe i prej lutjeve të namazit të xhenazës që ka praktikuar profeti sallallahu alaihi wasallam ishte kjo dhe thoshte: "Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi ala al-islam." O Zoti i lartësuar, këti e ringjall, i jep jetë, që e sjell në jetën e kësaj bote, pra ti je që i ke dhënë jetë, dhe ti je që e ke marrë shpirtin dhe do ta ringjallësh përsëri. Pra, po aty që e ke sjellur në jetë, sille pra në Islam, bëj që të jetë për besimtarëve të mirë, në besimin e Zotit të lartësuar, sepse vetëm me besim është ajo çfarë do të marrë vlerë më pas ringjallje, kur njeriu duke qenë besimtar i Zotit të lartësuar, një të vetëm pa shok, do të jetë për njerëzve të gëzuar, kur do të ringjallet para Zotit të lartësuar, do të marrë shpërblimet e tij.